Ambasadori i Holandës Robert Bosch ka deklaruar se Kosova duhet të ketë patjetër një gjykatë speciale. Bosch theksoi se kjo nismë nuk duhet të refuzohet nga ana e opozitës pasi në rast të kundërt, ky institucion do të formohet nga OKB-ja, pjesës së cilës janë disa vende që nuk e mbështesin Kosovën. It has, of course, you need a special court because it has been more or less decided that you have this court. Natyrisht që duhet gjykata speciale, sepse pak a shumë është vendosur se duhet ta keni atë, sepse po që se do ta refuzonit, do të ishte shumë keq për vendin tuaj, marr parasysh se gjykata do të themelohej nga OKB pastaj. Por tani të paktën do të keni një gjykatë, e cila do të jetë gjykatë e OKB-s. Vendet që nuk janë mike me vendin tuaj kanë shumë ndikim, prandaj dhe ka ardhur kjo ide për të themeluar gjykatën de facto, mbase jo de facto, por ligjërisht në EULEX-in. Bosch tha se nuk dihet ende nëse gjykata do ta ketë selin në Holland, pasi sipas tij fillimisht duhet të merret leja dhe miratimi nga parlamenti holandez. Këto deklarata ambasadori holandez i bëri gjatë një takimi me studentët e shkencave politike të Universitetit të Prishtinës. Sipas Bosch, qeveria e Kosovës duhet të fokusohet në dy çështje kryesore, atë të krijimit të vendeve të punës dhe luftën kundër korrupsionit. Ambasadori gjithashtu foli edhe për emigrimin e palishëm në vendet e Bashkimit Evropian, fenomen ky që do të dëmtojë procesin e liberalizimit të vizave.